Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari ka informuar se është bërë edhe transporti i fundit i pacientëve që do të trajtohen jashtë vendit në lidhje me tragjedinë e ndodhur në Koçan ku humbën jetën 60 persona. Siç thekson ministri, gjatë mesditës do të transferohen në Suedi 5 pacientë të cilët kanë pësuar djegje nga zjarri i rënë në klabin e natës fundjavën e kaluar. Ai theksoi se në ditët në vijim mund të pritet edhe kthimi i pacientëve të caktuar që po trajtohen jashtë vendit. 72 orë mbas tragjedisë së Koçanit, asnjë të vdekur prej këtyre të cilët e përjetuan këtë tragjedi. Për momentin në shtet të ne mjekohen afër 78 pacientë, 65 janë në klinikat shtetërore dhe 12 janë apo 13 në klinikat private. 101 pacientë janë jashtë shtetit. Mbas mbledhjes së shtabit të krizës në mëngjes, konstatuam se të gjithë pacientët fatmirësisht janë në gjendje relativisht stabile. Uroj dhe shpresoj që dal nga dalë të nisim disa prej këtyre pacientëve të lëshohen në shtëpi. Sot, siç tha ai, lajmi i mirë është se gjatë 72 orëve të kaluara, fatmirësisht nuk kemi asnjë pacient që ka humbur jetën. Të gjithë pacientët janë në gjendje të stabilizuar. Fundi do të bëhet sot. Vetëm për në Suedi, 5 pacientë dhe mbas asaj nuk kemi më transfere tjera. Dal nga dal mund se do të mendojmë që t'i kthejmë disa pacientë. Dua t'ju informoj se djes bashkë me Ministrin për Punë Jashtme i vizituam 2 spitalet, 2 qendra, domethënë ishim në Selanik, 5 pacientë ku janë të vendosur, të gjithë në gjendje stabile, dhe mandej ishim në Sofje, në klinikën Pirogov, ku prej 9 pacientëve 2 veç janë ekstubuj, do me thënë janë në gjendje më stabile, dhe shpresoj edhe 2, ashtu sipas mjekëve, 2 do të ekstubohen sot. Kështu që në bazë të informatave që i marrim prej qendrave klinike për 101 pacientët që janë jashtë shtetit, fatmirësisht tash për tash të gjithë janë në situatë relativisht stabile. Taravari shtoi se edhe pacientët që po mjekohen jashtë vendit janë në gjendje relativisht stabilizuese. Ndërkohë në rrjetet sociale janë shfaqur së fundmi pamje të reja nga nata ku humbën jetën 60 të rinj, personat në diskotekën Puls në Koçan. Pamjet të cilat janë realizuar para hyrjes në diskotekë tregojnë njerëzit që vrapojnë në panik në përpjekje për të shpëtuar veten. Hetimet për shkaqet e zjarrit zyrtarisht ende vazhdojnë. Deri më tani janë shoqëruar 17 persona, ndërsa nga pamjet e publikuara shihet se si zjarri ka nisur nga fishek zjarret.